Qeveria po ndryshon përsëri buxhetin, po këto ndryshime, a ka ndonjë ndryshim dhe përmirësim për jetën e qytetarëve shqiptar? Sektorët që kanë qenë në rënje, në ulje në vitet e fundit janë bujqësia, për 7-8 vite me radhë ka një rënje ekonomike dhe është në tendenca negative, ku eksportet po bien, fermerët janë gjithmonë më shumë vështirësi, mbështetja me politika mungon, dhe çfarë bën qeveria? Ul fondet e bujqësisë me 6%. E njëjta gjë për sektorin prodhues, industrinë fason, që janë sektorë të cilët janë në rënje, që sot e kanë të pamundur që të nxjerrin produktet e tyre jashtë tregut shqiptar, asnjë politikë dhe për to. Pushteti lokal është duke përjetuar vështirësi, qoftë për pagimin e pagave, qoftë për investimet vogla që ato mund bëjnë. Edhe për to fondet ulen me 10%. Çfarë bën qeveria? Qeveria ato para që janë mbledhur nga taksat e rritura, që rrin atje pa u shpenzuar, i çon o në rrugë, aty ku kanë mundësi që të bëjnë tendera korruptiv, ose i përdor për pensionet me bonus të veçantë, vetëm pse ka zgjedhje lokale të pjesshme, sepse nuk ka absolutisht asnjë rritje politikash për pensionet, për 650.000 pensionistët, po është një karamele elektorale e radhës që e përdorin sa herë që ka nevojë, sa herë që kanë zgjedhje. Shqipëria sot ka nevojë për një buxhet i cili plotson nevojat e familjeve shqiptare, nevojat të cilat janë për mbijetesë, 40% e shpenzimeve të familjeve shkojnë për produktet e shportës, shkojnë për ushqime. Çmimet e rritura e kanë bërë jashtëzakonisht të vështirë jetesën, ndërkohë që qeveria përsëri përdor për të 13 vit radhazi të njëjtat politika, të njëjtën mendësi dhe të njëjtën strategji për rritjen e buxhetit.